Edhe zotit Shabani, edhe zotit Hysin, urdhro. Duhet me I kallëzu këtyne ekspertët të arsimit që po flasim pa fshall, që ne kanë lënë podujeve për 20 vite me një qerë dhe Shikoj drejtori arsimit çka thotë dy mandate. E kam gjetë podujeve. E kam gjetë podujeve. E kam gjetë podujeve. E kalon me një qerë dhe në përgjigjem. Tash ato I përgjigjem. E kalon me një qerë dhe komune, me një qerë dhe publike. Shikoni çka thotë. I kam bën këtë mandat edhe 8 të tjera. Deri ku shkon? Zoti Hysin, ta dëgjojmë se ju dëgjoj. Urdhro zoti Bulliqi. Po është pasioni I debatit. Po jo, me së kun debati kjo është kulturë, po qëfar debati kjo? Kjo kulturë. Unë e dëgjova. Unë e dëgjoj. Po është vërtet që ju dëgjova. Të ditën dhe të po shallu e dëgjoj, se kam të lashe, që u flasë me fakte, me argumente, nuk flasë fjallë boshe. E kam gjetë podujeve për 20 vite, nga subjekti I ti, me një qerë dhe publike. I kemi bon këtë mandat, edhe 8 të tjera. Po bohen gjithsejt 9. Jemi 8 qerë të reja publike. Bohen 9 dhe jemi rekord në Kosovë. Letë ma gjenjë një kryetar komune që për një mandat I ka bot 8 qerë. Asë një komunë si ka bot 8 qerë dhe tani s'kam përgjuhë Ma gjeni një komunë të vetme në Kosovë. Ma gjeni një komunë të vetme në Kosovë dhe thuj kjo komunë. Shabani për dhëtë asë si keni bërë 8 qerë. I kemi ndërtue 10 shkolla, 10 objekte të reja shkollore. Vlera Silau sillet nga gjysmë milion euro deri 2.5 milion euro, shkolla e mesme profesionale ekonomike Isa Bolitini dhe qendra e kompetencës që është financim komplet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kjo është puna, këtu janë projekte. Tjetër, çka kemi bërë për qerët? 8 qerë dhe 10 shkolla. Kemi filluar ndërtimin e kuzhinës qendrore për të siguruar shujtat e ngrohta fëmijëve në parafillor dhe gjithë atyre që do të vijojnë mësimin gjithditor gjatë këtij mandati në gjitha shkollat e komunës tonë. Nuk bëjmë eksperimente çfarë kanë bërë disa komuna fqinje të dështura, por këta nuk mund të marrin model të mirë, po marrin model për dështimit. Dhe krejt qëto janë punë të cilat do të vazhdojnë në mandatin arshëm edhe me 14 qerë dhe 3. Edhe 14 qerë dhe... nevoj për 14 se mos përbojnë si shumë. Gjithkun ku kemi fëmijë, do I bëjmë qerdhët publike, në çdo fshat, ku ka nevoj për fëmijë, edhe ka nevoj për qerdhët, do t'ja u bëjmë qerdhët. Do I ndërtojmë edhe të anekse, zgjerime të hapësirave shkollore, për me mujt me kriju kushte potenciale për me fillu mësimi gjithditor. Bulliqi, depolitizimi edhe presioni që e përmendi. Depolitizimi. Une po pës publikisht, qytetarët e din, po pës publikisht këta, që po politizojnë sepse ju ka met ram sepse për 20 vite veç me politikë janë marrë shkollat. Ma gjeni një drejtor shkolle, I cili I takon subjektit tim politik. Une, ja u gjej ka 10 drejtor shkollash që sot I kam, që janë pjesë e subjektit politik për cilën këta flasin, qoftë njerit, qoftë tjetrit, pa të keqen nuk po du me u përmenë emrat, po pa u përmenë që dojnë shkollat, ku I kanë politik. Ku e ka njerën e dytë, ku e ka njerën e dytë, në udhëheqjet shkollës, njerën e dytë e ka, që e ka në listë veten, kë politikani I ri, njerën e dytë e ka në listë vete, zgjedhore, e ka në udhëheqjet shkollës, dhe ato u